Në Bashkimin Evropian gjatë vitit 2024 janë lindur 3,55 milion foshnje, që paraqet një rënje prej 3,3% krahasuar me vitin 2023. Edhe në Maqedoninë e Veriut, norma e fertilitetit në vitet e fundit është në rënje. Ajo ka qenë 1,52 në vitet 2004 dhe 2014, ndërsa ka rënë në 1,49 në vitin 2023 dhe në 1,44 fëmijë të lindur për grua në vitin 2024. Kjo normë është dukshëm në nivelin prej 2,1 fëmijë për grua, që konsiderohet i nevojshëm për ripërtrirje natyrore të popullsisë. Si pasojë, Evropa, por edhe vendi ynë po përballen me sfida serioze demografike. Mosha mesatare grave kur lindin fëmijën e parë në BE gjatë vitit 2024 është 29,9 vjeç. Në Maqedoninë e Veriut, gratë fëmijën e parë e lindin mesatarisht në moshën 27,8 vjeçare. Të dhënat e Eurostatit tregojnë se në vitin 2024 në BE janë lindur pothuajse 2 herë më pak fëmijë se para 6 dekadash. Në vitin 2024 në BE u regjistruan 3,55 milion lindje, që korespondon me një normë bruto të natalitetit prej 7,9 lindje për 1.000 banor. Për krahasim, kjo normë ishte 10,5 në vitin 2000, 12,8 në vitin 1985 dhe 16,4 në vitin 1970. Edhe në Maqedoninë e Veriut, numri i fëmijëve të lindur është në rënje të vazhdueshme. Në vitin 1960 kishte 44.095 lindje, në vitin 1970 37.862, në vitin 1990 35.401, në vitin 2000 29.308, në 2010 24.296, në 2020 19.031, deri në nivelin më të ulët rekord prej 16.061 lindjesh në vitin 2024.